64 vjeçaria godet për vdekje me thik bashkëshortin e saj, të ndarë pasi tha se kishte vrarë qenë të tyre. Gjykata tha se një grua 64 vjeçare kishte goditur me thik bashkëshortin e saj të ndarë pasi ky fundit kishte zbuluar se kishte vrarë qenë të tyre. Një grua e goditi me thik 2 herë bashkëshortin e saj të ndarë pasi ky fundit zbuloi skemën e vrasjes së qenëve. Kjo u dëgjua në gjykat. Claire Bridger, 64 vjeç, thuhet se e ka lënë Keith Bridger me lëndime kërcënuese për jetën pasi e goditi me thike në gjoks dhe bark. E pandeura u bë histerike pasi shkoi me makinë në adresën ku qëndronte burri i saj për t'i kërkuar atij të paguante për seancën e tyre të radhës të ndërmjetësimit dhe mësoi se të dy kafshët shtëpiake ishin eutanizuar, u tha juris. Prokurori Peter Gair tha, ai po bërtiste, më keni vrarë qend. Bridger doli nga makina me një thik në dorën e djathtë dhe goditi 2 herë bashkëshortin e saj, një herë në gjoks dhe një herë në bark, shtoi prokurori. Gjithashtu dyshohet se e ka kafshuar në krah ndërsa ishte i shtrirë në dysheme, duke i rrjedhur gjak dhe duke bërtitur për ndim. Fqinjet nxituan drejt në vendngjarje kur kuptuan se çfarë po ndodhte, u përpoqën që t'ia merrnin thikën Bridgerit ndërsa telefonuan shërbimin e urgjencës. Kur mbriti policia i pandeuri, dyshohet se u tha atyre ai vrau qenë të mi, përpara se të shtonte, sapo pash të kuqe. Çifti kishte qenë bashkë për gati 40 vite, por u ndan një vit para incidentit të supozuar të natës së 17 korrikut vitit kaluar, dëgjoi gjykata kurorës në Norwich. Zoti Gair tha se ata kishin marrë një qenë shpëtimi në shtëpinë martesore në mars të vitit 2020, disa ditë para izolimit të parë gjatë pandemisë përpara se të merrnin një shtëpi tjetër një vit më vonë.